Për mendimin tim është çik ironik fakti që të dhënat tregojnë që ndotja e ajrit, sidomos në Tiranë, është trefishi i ndotjes në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian, ndërkohë që unë bie fare dakord me konstatimin e zotit ministër që Shqipëria është një vend totalisht pa industri. Është një vend që s'mund të krahasohet fare me Kosovën, i cili ka 2 mega termocentrale të qymyrit, dhe pikërisht s'kemi industri, s'kemi termocentrale, kemi një vijë bregdetare shumë gjatë, gjithsesi ndikon në qarkullimin e ajrit, dhe prap kemi trefishin e ndotjes së ajrit. Atëherë, nëse duam të konstatojmë shkaqet sepse kemi këtë nivel të ndotjes së ajrit, mund të flasim këtu për efektin ser, e më thet thash, ne se përdorim fare qymyrin. Çfarë efekti i ser kemi ne? Shkaku pse ajri është i ndotur është e para punës bumi i ndërtimeve që ka kompetent zoti kryeministër, betonizimi që ka shkaktuar njëkohësisht edhe rritjen e frikshme të trafikut, sidomos në kryeqytetin e vendit, çka shkakton këtë nivel të ndotjes së ajrit. Është fare e thjeshtë gjë. Mund të rrim këtu të sajojmë ligje sa duam për ngrohjen globale, për ndikimin që ka Shqipëria në ngrohjen globale, ndërkohë po duam të flasim për ndotjen e ajrit, jashtë se ku i kemi shkaktarët e ndotjes së ajrit. Faleminderit.